2 vite më parë, Anila Sheu nga Korça u diagnostikua me kancer gjiri. Sot ajo e ka mposhtur sëmundjen dhe ka zgjedhur të tregojë historinë e saj. Diagnoza erdhi papritur dhe ishte një tronditje e madhe. Frika ishte e pranishme, por vendimi për t'u drejtuar menjëherë mjekëve ishte vendimtar. Momenti i parë i zbulimit të sëmundjes ishte thjesht një prekje e momentit dhe sigurisht në atë moment ti vetëm ke ndjerë diçka dhe nuk ke zbuluar asnjë gjë. Direkt kam drejtuar tek mjeku dhe kam bërë diagnostikimin e sëmundjes. Normal fillova të shfletoja ndërkohë që dhe të hulumtoja kudo materiale që mund të më flisnin për sëmundjen, por mjeku im në vizitën e parë më ka thënë që Anila, derisa ne të vendosim se çfarë kemi dhe në çfarë gradi kemi, ti nuk do të lexosh asnjë gjë. Duhet që informacionin e parë ti ta marrësh nga mua. Dhe kjo më ka ndihmuar sepse unë u njoha me sëmundjen time, pasi bëm gjitha diagnostikimet, kontrollet që duheshin bërë, procedurën, i mora nga doktori im. Informacionin e kam marrë nga doktori im. Çfarë do ndodhte me mua dhe çdo gjë që ai më shpjegoi dhe gjitha fazat e shpjegimit të tij ka kaluar përgjatë gjithë sëmundjes time. Ka qenë një etapë 2 vjeçare e kurimit tim. Sot un kam prerë mjekimet dhe jam në kontrollin e vazhdueshëm të mjekëve. Por deri tani çdo gjë ka ecur më së miri. Familja dhe miqtë i qëndruan pranë në çdo moment, dashuria për jetën dhe besimi e ndihmuan të mos dorëzohej. Pavarësisht mendimeve të para që të vinë në mendje, dëshira për jetën. Dëshira për jetën është shumë e madhe. Dhe njeriu mendon që nuk e ndjen që nuk është momenti i dur për t'u larguar dhe ka shumë gjëra për të bërë. Dhe dëshira për të bërë ato që synimet e mia që unë kam në jetë, apo për të përjetuar të gjitha momentet e kësaj jete, mua më dha forcën që t'i dal kësaj sëmundje përballë dhe ta superoj. Rruga e trajtimit ishte e gjatë dhe e lodhshme, kishte ditë të vështira, dhimbje dhe pasiguri, por ajo vazhdoi të luftonte. Vështirësitë kanë qenë të shumta, por unë kam zgjedhur të mos ankohem në asnjë moment. Dhe një nga vështirësitë që kemi hasur gjatë gjithë periudhës 2 vjeçare ka qenë burokracia e sistemit. Kalvari i gjatë i spitaleve apo i poliklinikave, ndërkohë që ti je gjatë në sistem, je një i sëmurë që je diagnostikuar si i tillë dhe duhet të shkosh çdo 3 javë, çdo muaj, të bësh takimet me doktorin, të marrësh ato recetat, të shkosh ti nga do të paraqitesh, ndërkohë që nuk është nevoja e këtyre gjërave. Fare nuk është nevoja e këtyre gjërave sepse ato të ndikojnë shumë emocionalisht. Pavarësisht se një pjesë e mire të sëmurëve e marrin me sportivitet ose ndajnë mendjen që kjo gjëja do bëhet edhe do vazhdoj ta bëj. Por është një lodhje jashtëzakonshme. Ajo na ka lodhur më së tepërmi, jo vetëm mua, por edhe familjarët e mia, sepse ata kanë qenë gjithkohës pas meje. Unë kam qenë ajo që kam dashur të përballem me çdo gjë timen, si me mjekimet, si me doktorët, kam dashur unë që të dëgjoj çfarë do ndodh, çfarë bëhet ashtu, por edhe ata kanë qenë pa diskutim pas meje. Sot Anila përcjell një mesazh të fortë, diagnostikimi i hershëm shpëton jetë, besimi te mjekësia dhe forca brenda vetes janë thelbësore për të fituar betejën. Unë do t'ju sugjeroja të gjithë atyre që janë të sëmurë me kancer. Diagnostikimi i hershëm është gjëja më e mirë që mund të bëjnë. Mos neglizhoni asnjë lloj shenje që trupi juaj ju jep. Thonë që kanceri nuk ka shenja. Jo, ka shenja, por ne neglizhojmë ato shenjat që na jepen dhe i shtyjmë gjithmonë
nuk shkojmë tek doktori. E shtyjmë derisa arrin në një fazë që nuk kemi çfarë të bëjmë më. Pra diagnostikimi i ershëm është ai që ndihmon. Besim tek mjekësia, sepse mjekësia sot ka përparuar dhe çdo ditë dalin kura të reja eksperimentale apo që futen në sistem, në protokolle, të cilat kanë shëruar tashmë njerëz, domethënë kanceri nuk është më një sëmundje e pashërueshme, shpresa në Zot patjetër dhe besimi në vete. Forcën duhet ta gjejmë tek vetja. Prej 27 vitesh mësuese, puna dhe lidhja me nxënësit i dhan motivim dhe forcë. Profesioni u kthye në një arsye më shumë për të jetuar. Profesioni im ka qenë një nga motivet kryesore, jo vetëm që më ka mbajtur gjallë, po unë gjatë periudhës që kam bërë kimioterapit, kam qenë në fazën e mjekimeve, kam mbaruar edhe kualifikimet e mia të mëtejshme, masterin, shkollën e drejtorëve, i kam bërë certifikime gjatë kësaj periudhe. Domethënë ato më kanë ndihmuar mua që unë të mos rrit mendoj për sëmundjen time, edhe kjo lodhja, dhimbja apo çfarë unë mund të përjetoja gjatë fazës mjekimit, të më kthehej në një forcë. Të kisha një motiv për të zgjuar në mëngjes, edhe i vija vetes sa detyra që duheshin realizuar gjatë ditës. Ka qenë e vështirë, shumë e vështirë ka qenë. Shumë e vështirë, por jam munduar të mos ankohem asnjëherë. Anila nuk hesht për përvojën e saj, nuk është hera e parë që rrëfen historinë, sepse dëshiron të ndihmojë edhe të tjerët. Unë kam zgjedhur të flas jo vetëm në televizion apo në intervista të tjera që mund të kem dhënë, kam zgjedhur të flas për faktin sepse duhet folur për këtë sëmundje. Nuk duhet ta fshehësh asnjëherë. Nëse ti nuk e pranon ti si person që e ke atë sëmundje, atëherë nuk mund ta luftosh atë sëmundje. Pranimi i saj të bën ty që të gjesh forcën të ta luftosh atë. Vëre gjatë kurimeve të mia kam vënë re që shumë nga të sëmurët nuk kanë dëshirë as aty kur marrim kimioterapit apo të flasin edhe për shenjat më të vogla që mund të përjetojnë gjatë kësaj sëmundje. Dhe unë kam zgjedhur të flas. Unë kam folur për çdo gjë timen. E kam trajtuar si një normalitet dhe kjo më ka ndihmuar që unë ta kaloj më lehtëshëm. Sot ajo është një shembull force dhe shprese, një dëshmi se kanceri mund të mposhtet kur zgjedh të mos dorëzohesh.